Papa Leoni XIV ka emëruar administrator apostolik të Shqipërisë së Jugut me qendër në Vlorë, Ibzot Flavio Cavallini, i cili deri më tani ka qenë famullitar i Shën Antonit në Tiranë. Flavio Cavallini ka lindur më 12 gusht 1957 në Verona, pas përfundimit të studimeve filozofiko-teologjike në San Bernardino. Ai ka vazhduar formimin intelektual në Jeruzalem, ku ka arritur licencën e teologji biblike. Imzot Flavio Cavallini është shuguruar me shtar më 16 qershor 1984. Cavallini është një franceskan nga Veneto, në Itali, i specializuar në teologjin biblike dhe që nga viti 93 ka vendosur të qëndrojë në Shqipëri. Si u duket Vlora? Vlora, bukur, shife këtu mbrapa, mrekulli. Faleminderit Zotit. Çfarë do të sillni, çfarë do të bëni më shumë për Vlorën, për komunitetin? Për kanë ta ju të vesh vetëm Vlora. Vlora është pikë nisë, pikë ardhjes, por gjithmonë janë në lëvizje. Ju Shqipnisë kanë kujdes për disa komunitete katolike dhe me marrëdhënie vllazënore me fete tjera që janë të cilë bashkëpunojnë për mirë të Zotit, për lavdin e Zotit e mirë të njerëzve. Imzot Flavio Cavallini ka mbajtur këto detyra, vikari i përgjithshëm i dioqezës së Pultit në vitet 93 deri 95, ministër provincial 95 deri në 2004, famullitar i zojës Ruzare në Shkodër nga 2000 në 2001, famullitar zojës Nunciat në Kodër Marlekaj të Lezhës nga 2004 deri në 2016, si dhe kancelari dioqezës në Lezhë në 2007, por ai gjithashtu ka qenë dhe famullitar në disa vende të Shqipërisë dhe profesor i shkrimit të shenjtë në seminaret e Shkodrës. Për televizionin 6+1 Vlora ai theksoi se ndihet mirë në Vlorën e bukur, ndërsa theksoi se do të bëjë më të mirë për komunitetin katolik, si dhe të ruajë marrëdhënien njerëzore të harmonisë fetare. Deri para pak kohësh, Kisha Katolike e Vlorës është drejtuar nga Giovanni Peragine. Ky i fundit është emëruar administrator apostolik për Shqipërinë e Veriut, me qendër në Shkodër, ndërsa i pyetur për televizionin 6+1 Vlora, thotë se i mungon qyteti i bukur i Vlorës. Vlora sigurisht, gjithmonë kthej me kënaqësi, duke vlerësuar marrëdhënie që kemi pasur në mes besimeve edhe për të vlerësuar edhe një komunitet që është gjithmonë i gjallë, por i uroj që të jetë të zhvillohet gjithmonë më shumë. Në Shkodër mirë? Në Shkodër mirë, Shkodër mirë, me shumë angazhim, me shumë pasuri, por sigurisht Shkodër e Vlorë jemi vetëm një shtet, vetëm një mund të themi një komb, atëherë është mirë që bashkëpunojmë.